Mirëmbrëma të dashur miq të RTI-s prej studios së qasjes tridimensionale. Ju falenderojmë që edhe sonte e keni ndakohen me qenë bashkë me neve. Sot do të flasim për të drejtat e fëmijëve. E kemi zgjedhur këtë temë sepse jemi në prag të një qershorit, ditës që konsiderohet si dita ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve. Pse konsiderohet kjo ditë? Sepse në vitin 1925 në Gjenevë është mbajtur një konferencë që ka pas për synim ndryshimin e gjendjes së atëhershme të fëmijëve. Ka pas shumë fëmijë që janë abuzu, ka pas shumë fëmijë që kanë punu punë të rënda fizike dhe për të ndryshuar gjithë kjo që fëmijët ta gëzojnë një mirëqenie, është mbajtur kjo ditë, kjo konferencë po mendoj në këtë ditë për të ndryshuar gjendjen. Por, si që ndrojmë sot me të drejtat e fëmijëve, a është bërë një rotacion i fuqishëm? A gëzojnë sot fëmijët me shumë të drejta? Apo abuzojnë ndonjëherë tashme të drejtat e tyre qysh nuk kanë pas të drejta dikur? Këto dhe shumë çështje të tjera do t'i diskutojmë bashkë me dy mysafirët e mia të dashura. Në studio kam të ftuar juristën dhe gjithashtu sociologën, magjistrën sociologjisë Besa Baliun. Bes, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi gana. Gjithashtu me mua është dhe Valentina Leku Gashi, pedagoge dhe psikologe. Vale, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta gana. Tema për cilën do të flasim të dashur shikues, kam shumë përshtypjen që do ta nxjisni polemik të jashtëzakonshme ndoshta në studio për faktin që në shumë pika nuk pajtohemi me këto dy mysafirët e mia të dashura, sepse natyrisht psikologët e kanë një tendencë për me i arsyetu fëmijët më shumë se që duhet. Unë si sociologe konsideroj që nuk duhet me qenë ajo përgdhelje që najherë e quaj patologjike kohëve të fundit që po din fëmijët me nai qupesh, e të shohim që shka më rrjedhë emisioni. Bes, po filloj me ty e dashur, faleminderit që e ke ndakuhen me ardhë. Çka po mendon ti për të drejtat e fëmijëve? Si qëndrojmë na si shoqëri, megjithëse ti ke tendencë me u rreshtu pak edhe ka grupe të marginalizuara të fëmijëve, po megjithatë në vija trasha. Të drejtat e fëmijëve në Kosovë janë të drejtat e bazuara në ligj dhe mbështeten në Konventin e të drejtave për fëmijët. E drejtë se cilit fëmijë është të jetë i sigurt, të zhvillohet shëndetshëm dhe të arsimohet. Të drejtat e fëmijëve në Kosovë janë të drejtat të cilat nuk kanë arritur të kenë një zbatueshmëri të kënaqshme. Për secilin fëmijë është të drejtë të arsimohet, të zhvillohet, të jetë i mbrojtur nga dhuna, abuzimi, të ketë siguri, të ketë mbështetje dhe përkraje nga institucionet, nga familja. Sa i përket zbatimit të drejtave të fëmijëve në Kosovë, vlerësohet se kemi një ngecje kogja të madhe, edhe pse institucionet si Ministria e Arsimit, Ministria e Drejtësisë, pastaj edhe gjykata, qendra për punë sociale, organizata ndërkombëtare si UNICEF kanë arritur të krijojnë disa politika dhe projekte përmes të cilave kanë munduar të kontribuojnë në zbatimin e të drejtave të fëmijëve, prapse vlerësohet se fëmijët nuk i kanë të gjitha të drejtat të cilat mund t'i gëzojnë, sidomos për fëmijët të cilët janë të varfër, fëmijët të cilët po flas për ato grupet e marginalizuara të shoqërisë, siç që janë romët, ashkalinjet dhe egjiptianët. Të gjitha këto kategori të shoqërisë. Grupet e shoqërisë edhe në Kosovë, po nuk ka vetëm këto komunitetet, edhe shqiptar ka që janë grupet e marginalizuara, jo vetëm komunitetet. Patjetër, po deshta mund me përmend këtu se janë më të rrezikuarat sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve. Domethënë janë në krizë për shkak të mungesës së vëdësimit, për shkak të përkrahjes financiare, për arsye se shteti sa i përket mbështetjes, asistencës sociale, domethënë me një asistencë sociale nuk është të mjaftueshme që të arritën të zbatohen të drejtat e fëmijëve dhe të kemë barazi sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve. Kemi edhe një problem një çështje mjaft me rëndësi që është shumë problematike, fëmijët me nevoja të veçanta. Domethënë, për mendimin tim si sociologe, janë një pjesë e kategorisë së shoqërisë që janë shumë të diskriminuar sa i përket të respektimit të drejtave. Para mendo kaq vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, na kemi fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë të cilët kanë ngecje që as në shkollë nuk i lënë. Domethënë nuk kanë arritur as të shkronjat
e para të alfabetit të mësojnë, e lemo diçka ma shumë. Ka raste në për gjitha nivellet, po bëndojnë në nivelin komunal, në gjitha komunat e Kosovës kemi fëmijë që është jashtëzakonisht një numër i madh që nuk kanë qasje as në arsim. Sa i përket këto tash të drejtave të respektimit të fëmijëve, është një defekt shumë i madh për shkak se këta fëmijë nuk i gëzojnë të drejtat e tyre ashtu siç ju takojnë të gjithë fëmijëve të tjerë. Tashon, nëse mund të lidh, nuk e di konkretisht me cilën komunë ka të bëjë kjo, sepse arsimi për shembull nga klasa e parë deri në klasën e 9 është i obliguar, edhe zakonisht kanë qasje, po flas për shumë komuna që i di, këta kanë qasje, madje me legj këtyne i takon edhe një asistent me pas në shkollë që ndihmon edhe lehtëson mësimin. Nuk e di në cilat komuna ose konkretisht cilat shkolla ka fëmijë që nuk janë të viju mësimin për shkak që nuk i krijojnë kurset, përndryshe këta fëmijë përveç që kanë obligim me përfundu shkollimin, këtyne e kanë mundësinë që me pasë një asistent shkollë që ja lehtëson shkuarjen dhe vimin e shkollës. Këto ma kujtova të thënjën e famshme nga e thëna në të vërë, në mes që ndron një det i tërë. Fatkeqësisht na shumë çështje i kemi të rregulluara me ligj, por nuk i kemi të rregulluara në praktikë. Mundesh me thonë, Vale, që kanë qasje në shumicën e komunave ose për ka është fjala, po unë jam dëshmitare që ka shumë fëmijë të cilët nuk kanë mundësi me marrë asistentin prej shtetit. Nuk ja pagun shteti asistentin për me viju procesin mësimor. Edhe detyrohet prindi me pagu një asistent shkollë me 300 euro në mujt, me mbulu vetë shpenzimet në këtë krizë realisht financiare me cilët përballen familjet. Fatkeqësisht sot në cilën do familje nëse vjen një fëmijë me zhvillim të vëndshëm ose me ndonjë çrregullim ose me ndonjë aftësi të kufizuar, sot familja bjen gërç. Çaq pak ka mbështetje prej shtetit. Ne e dim nëse nuk jam gabim në nivel vendi kemi veç 5 qendra ose 6 të sindromës Down që qarkullojnë. Edhe këto realisht janë formuar me vetë iniciativë të prindërve, të cilët janë sfidu me qatë problematik, edhe kanë marrë iniciativë për me zgjidh problemin dhe me mbështet tjertë. Fatkeqësisht, kjo është gjendja me cënë përballëm. Natyrisht në për komunat vogla nështë është pak ma lehtë e menaxhueshme, sepse dhe numri sigurisht është më i vogël, por nëse flasim për kryeqytetin, për fush Kosovën që janë të mbilgarkuar me popullatën, e një njerëz personalisht që vetë i paguajnë asistentat me një kosto goxha të lartë dhe është diçka që me të vërtetë është e mjerueshme. Hynëm në këtë temë që është edhe e ndihshme e që realisht ish dasht me u trajtu, po fatkeqësisht sot fëmijët veçmas me zhvillim të vëndshëm me çrregullim të spektrit të autizmit, janë fëmijë me të cilat abuzohet me drejtat e tyre. Është shkelje me dy kam të drejtave elementare. Të e përfshi prej mungesës së trajtimit adekuat që nuk e ofron ose e mbulon minimalisht sektori publik, me çka i bën këta fëmijë me qenë viktim e sektorit privat, e cila pastaj abuzojnë çushta kanë qefin në aspektin financiar. Është rreziku i mos trajtimit nga njerëzit adekuat, sepse mundet me i mungu psikologja dhe veç është ndaj dikon pistafit aty me zavensu. A në anën tjetër pse ja merr prindit 25 euro për një seancë, hiç nuk e ka dert. E rrit rrezikun mandej kjo çështje edhe për mos trajtim hiç të këtyre fëmijëve, sepse ka familje që nuk ka mundësi me çu 300-400 euro në muj në për seanca. Domethënë kjo nuk është shkelje, kjo realisht është krem. Po që me undal për të që kjo pik, atërë në mbesin edhe shumë çështje tjera pa u diskutu. Ama, sa vjetë mas luftës, mos me pas qendra për trajtimin e këtyre fëmijëve, atëherë dë bën me u kthy te ajo thonja mirë ata për shpirt vetin. A di që përdorin populli kur dikush bën diçka tepër të keqe. Ka qenë një nanë, ka qenë një profesioniste, zonja u dashtë me la dhe punën, me u kujdes për fëmijën e saj që është me autizëm. Edhe këso raste kemi, përveç që shteti nuk e ndihmon këto raste me qa do qoftë me i ndihmu, si me trajtim, si me qka do qoftë, ajo detru me la dhe punën. Dohan, dy fish është ajo ngarkesa që i bëhet familjes edhe nanës prindërve në këtë rast. Deshta mund të lihet fëmijët me që ju është mundsu asistencë. O shumë e vërtet se tash kanë fillu procedurat për me pas të mbështetje asistent, po në shumicën e rasteve është të mungu,
është të mungu përkraja për këta asistent, është numëri shumë i vogël. Më thë kemi numër të fëmijëve që asë nuk shkojnë institucione, për shkak se për shembull në për fshatra nuk i asistent për fëmijë me nevojat veçanta që kanë nevojë për mbështetje. Do të thonë në shumicën e rasteve asistenti mbështet për këta fëmijë afrohet për shembull në nivele komunale, më thënë shkolla që janë në qytet. Edhe sa i përket kësaj çështje te mbështetja është shumë e rëndësishme, për shembull edhe profesionalizmi. Se një çështje shumë e rëndësishme që e kom pa në konkurs, tashti asistent për fëmijë me nevojat veçanta mund të jetë edhe një jurist, mund të jetë edhe një ekonomist, mund të jetë edhe një interesuar që ka përfunduar shkollën e mesme, edhe është interesuar me kryer nivelin e 5 edhe më kthy me punu me fëmijë me nevojat veçanta, që për mendimin tim është një domtim për personat që janë profesionalistë. Kemi një numër të konsiderueshëm të sociologëve, të psikologëve, të pedagogëve, të cilët janë të punë sociale, të atij profili që është dashur më dhë mundësia, atyre për më kyç në nivelin e 5 pa pikë problemi, edhe ata janë persona adekuat të cilët duhet të trajtojnë këtë çështje, duhet i trajtojnë ata fëmijë, duhet merren me ata fëmijë, e jo nuk jam kundër historisë të gjuhës shqipe, matematikës, juridikut, po nuk janë kompetent për trajtimin e çështjeve. Do të thonë, s'janë kompetent, pse atyre më dha mundësi niveli 5, kur për shembull është psikologu, është pedagogu, është sociologu i cili kish me bani punë shumë anë. Aty në që e mundsojnë me u kry niveli 5, që mos me marrë aty fat profile. Po flas kështu për një rast konkretisht kur një mësimdhënëse, një asistente nuk mund të fare me menaxhu një fëmijë me nevoja të veçanta, edhe ajo vazhdimisht thoshte që unë nuk jam adekuate, po ajo ka pas nevojë dhe thjesht komuna kanë dërguar vendin kur kanë patë arsyeshme. Përndryshe, nëse nalemi në komuna së është rëndësishme me cek me emra, nuk ka vetëm në qytete, ka edhe në fshatra. Nëse flasim për Drenasin, në Drenasi kretë fshatnat, kretë shkollat në fshatna kanë asistent, madje nuk kanë vetëm një, kanë 2, kanë 3, varësisht se ka nevojë prej fëmijëve. Do të thonë, që do të thotë, drejtoria e arsimit në komunën e Drenasit fort mirë ka rregulluar këtë çështje, që ka domthonë kretë shkollat kudo që ka nevojë, ka edhe asistent. Edhe në fshatra qoftë në qytete. Kjo është pak me u gëzu edhe në është me marrë motivi, për ndryshe sot fatkeqësisht kemi edhe ndërtesa që nuk kanë të rregulluar as pistën e kalimit për fëmijë me nevojat veçanta ose për njerëz me karroca. Na përballemi me vështirësi shumë të mëdha. Sot as nuk kemi trotuare. Një njeri që jeton në Kosovë me nevojat veçanta ai përballet me shërbime esenciale për jetën e vet. E ka ashtu karrocën që elektronike, i funksionon, mundet me qenë i pavarur për me i kry shërbimet e veta, po infrastruktura e qytetit e vendit nuk ja mundëson, e penalizon njerin. Apo bëhen 30 gjatë gati mas luftës. Pse se shkojnë gjanat pa u mendu, pa u analizu, pa ju përshtat qytetarëve, po veç fatkeqësisht interesave të disa njerëzve që janë aty. E kjo është një temë shumë e rëndë për me u diskutu e me shpesu që ka me ndryshu. Po megjithatë, nëse flasim për të drejtat e fëmijëve, atëherë kisha dashur pak me u përgjithësu, mos me u fokusu veç të drejtat e fëmijëve që përballen me një vështirësi të caktuar. Nëse flasim te kjo se po e marr kështu fjalën. Një qershori kur është bërë kjo ditë për drejtat e fëmijëve ose për një ditë fëmijëve, aty nuk ka pas fëmijë pa pas një dallim. Ka qenë ditë për këtë fëmijët. E kur flasim për këtë fëmijët, nëse na nalim për shembull vendin tonë, ditën e 1 qershorit kemi pa mijëra fëmijë, qindra mijëra fëmijë duke lozur, duke bë qefe, duke shkuar në lodra, duke bë organizime. Edhe na kena me mendu që për një me fëmijët janë të knaq. Ata janë të knaq, shumë e vërtet, janë duke shiju tepër. Po atë ditë na nuk i shohim një numër të fëmijëve që nuk e dim ku janë ata. E çfarë ditë është me reflektu, sepse kjo një qershori nuk është vetëm ditë feste ose ditë e drejtave, është ditë reflektimi. Me këshyr me bani farë barazie mes fëmijëve se dikush përkor është shumë drejta që jepen, ndërsa dikush tjetër akoma punon, akoma se gëzon drejtën e ndoshta as drejtat minimale as për shkollim, sepse ka fëmijë që nuk mund të shkojnë në shkollë. Qysh e përmendet shumë mirë jo
që ju me siguri kur e dhatë këtë shembull këtu, edhe keni shembull konkret që nështë nuk doni me paraqit para shikuesve që nuk i kanë ofruar infrastrukturë, as kurrë që i lehtëson këtyre fëmijëve shkuarjen në shkollë. Pra është mirë me ka ditë reflektimi që më kthy ka këta nxënësa ose te grupet e marginalizuara që këta fëmijë thjesht nuk dinë çka është e drejta atyne, nuk dinë cila është dita atyne. Okej, shoqër zote që na kemi një numër të madh fëmijëve që gëzojnë drejtet, dikush ndoshta ka edhe drejta shumë të mëdha saqë ganja shpesh edhe ndoshta po i çojnë pesh, po në anën tjetër kena fëmijë që thjesht nuk e njohin këtë drejtë tyne, sepse atyne nuk ja njohin drejtën as familja atyne, e lere më shkolla ose komuniteti. Është mirë kjo ditë me ka ditë reflektimi që më kthy ka këto grupe. Sepse sigurisht që ka një numër të madh e që na nuk pishojmë. Se zakonisht shihen ata që janë të festuar ditë, ata që kanë atë ditë, ata që shesin, që bëjnë shopping, që blejnë lotra, a ditë i shohim më shumë këta, nuk i shohim tjertë. Ma kujtove një rast që ndodhet me përmend, e mandej do të me shku me marketing për me u rikthy prap, pas luftës në Kosovë vjen një delegacion i OSBE-s në një familje të madhe. Familje me 30 antar. Edhe hynë nodë, dhe në momentin kur hynë nodë, fillojnë ato me mbajt ligjëratën, diçka për drejtat e fëmijëve, për drejtat e grave. Edhe thu dëgju njëna prej folseve, thot, na falni, po nuk bën me pi duhan në pranit të fëmijëve. Se tash ato, organizimi takimit është dashur me qenë edhe fëmijët prezent. So mbajt një farë takimi kështu pak ma. Edhe i zoti shpista të pi kështu cigaren me zot një lak, edhe me peshën e përgjithësisë, edhe shpja bënë fëmijëve jashtë. Edhe dërën krejtë fëmijët pjo, dhe stave që ka pi kryte e uja, nuk tash këta me dal jashtë, po tash ti me shkym cigare. Kështu si shoqni kena ende shumë për të bërë, po du të me shku me një blok marketingu të me u rikthi prapë. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur me që u kthyem prapë në studion e qasjes tridimensionale, ku po flasim për të drejtat e fëmijëve, duke qenë se jemi 2 ditë në ndajnë prej 1 qershorit, që konsiderohet si dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve, ne po diskutojmë a gëzojnë të drejta fëmijët në Kosovën tonë të dashur, apo jo, si që ndron çështja. Bes e përmendëm disa vështirësime cilat përballen veç mas fëmijët me nevoja të veçanta. Çka po bojnë institucionet se të jeman rrjedha? Apo bëhet diçka në këtë drejtim, apo veç po shkojnë si ato makinat dizel? Institucionet tona, sikurse Ministria e Drejtësisë, e cila thirret për mbrojtjen e lirëve dhe të drejtat të fëmijëve, pastaj Ministria e Arsimit, e cila ka rrit me disa projekte dhe me politikat e saj të krijojë kushtet mirëfillta. Institucionet tona kanë arrit kënë progresa i përket mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, sidomos në fushën e arsimimit. Sot të gjithë fëmijët kanë të drejtë të kenë qasje në arsimim, sikurse në vende rurale, mos flasim më për vende urbane, por problemi mbetet ato për ato kategori të marginalizuara të shoqërisë, të cilat nuk kanë arritur të krijohen politikat të mirëfillta që ata të vedisohen sa i përket çështjes së arsimimit. Kemi një numër të madh të braktisjes së shkollës, për shembull nga minoritetet në për shkolla. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme, por derisa ata nuk arritin të jenë të inkuadruar të përfshihen në procesin e arsimimit, është një problem në të ardhmen që i kanoset shoqërisë, i kanoset shtetit për shkak mungesës së arsimimit dhe zhvillimit të tyre të mirëfillt dhe të jenë të barabartë para
para të gjithve, thjesht të kemë barazi. Ka posur progres në këtë drejtim, sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve, por duhet bërë shumë, duhet vedisohen, duhet krijon politika, duhet ketë raporte, po mendoj projekte të cilat kishin me pas ide, të cilat kishin me qenë frutëdhënëse, sa i përket vedisimit të drejtave të fëmijëve dhe respektimit të këtyre të drejtave nga së pari duke filluar nga familja, e cila është faktori kryesor në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, pastaj shkolla, qendra për punë sociale dhe rreth institucionet të cilat thirren për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ndërsa folë për komunitetet veçmas, më kujton shumë fëmijë që fatkeqësisht veçmas në për qytete ishe në për semafora. Qoftë me ato shishet e ujit që ofrohen me ta pastru xhamin, qoftë të kërku lëmosh, e deri të ata fëmijët e vegjël në Prizren që na shfaqen me tupan, të kërku t'holla. A është marrë ndonjëherë informacion që është marrë ndonjëherë në iniciativë serioze që me u marrë dikush me këta fëmijë, sepse nuk është diçka e pamundur. Mjafton me marrë makinën një zyrtar, qoftë po mënoj i qendrës për punë sociale, qoftë në i përgjegjës me dalë në semafora, ishe ata fëmijë, shteti do të me pas qaq kompetent sa me marrë, me intervistu, me pa pse punën, pse në kohën kur grupi moshatarëve të tij është në shkollë, ai po rën në semafora etj. A është bëha diçka në këtë drejtim? Përmes projekteve të ndryshme nga organizatat jo qeveritare janë mundu që të krijojnë vedisim rreth këtyre fëmijëve të cilët qëndrojnë ato pozita dhe gjenden e pozitat pa lakmueshme sa i përket asoj pjese, mirë po nuk është investu mjaftueshëm edhe problemi është se pse duhet me mbet kënë kompetencë organizatave jo qeveritare? Pse nuk duhet shteti me marrë hapa? Pse nuk duhet me u denu qoftë ato familje në format ndryshme sepse shkollimi fillor është obligim? Patjetër. Pse mos me u denu në format të caktuara që ai fëmijë nuk po ndjek procesin mësimor? Këtu kemi të bëjmë me çështjen e braktisjes të shkollës. Në shumicën e rasteve, komuna ka obligim të evidentohen shkaqet e braktisjes dhe të jepet numri sakt atyre fëmijëve të cilët mungojnë. Por, me qenë se politika për bënd veten, kemi mungesë stabilitetit politik, atëherë kjo procedura mungesë stabilitetit politik na ka sjell probleme në gjitha fushat e jetës shoqërore. Do më thonë, në se cilin sektor të jetës shoqërore na kemi së pari që është shumë e rëndësi, mungesë të vullnetit për me trajtu çështje, mungesë të grupeve punuese adekuate profesioniste për trajtimin e këtyre çështjeve, si nivelin komunal, si nivelin qendror, edhe si rezultati këtyre problemeve për të cilat ne po kalojmë, atëherë edhe kemi pasojat të cilat na po i vujna si shoqëri me probleme të shumta të cilat na shfaqen çdo ditë. Vale, ti çka mendon, cila kish me qenë zgjedhja për çdo çështje? Nëse ti kishe pas kompetencë ose kishe qenë një zyrtar i cili kishe mujtë me ndryshu gjendjen, çka kishe bën me çta fëmijë që nuk shkojnë në shkollë por rrinë për semafora ose lypin ose bojnë diçka? Shefe, mu më ka ra direkt me fol me këtë raste. Se në shkollë ka nxënësa që kanë mungu, edhe na sikur staf pedagogjik, shkojnë edhe i lusim ose i tregojnë që do të marrë në shkollë. Mu më ka ra personalisht me fol me këta nxënësa kur thojnë jo, s'do marrë, edhe prindit thotë s'po dojnë valla. Pra, do të me gjetë format që me ja bë të dashur në ambientin shkollor. Fillimisht është kjo, që ata me dash shkollën, sepse me dhunë nuk sjellet. Na kena provu me një ex shkollë në fshatin e Drenasit. Për 4 vite rresht, fëmija nuk vjen në shkollë. Vjen vetëm klasën e parë, regjistruar nuk vjen. Kemi shkuar, kemi lutë, kemi ftuar nuk ki çka me i bën. S'mundesh me sjell me dhunë. Kreç çka bën shkolla e dozon tek punëtor social, tek qendra për punë sociale, i tregon sikur rast, edhe matutje merren ta. Po këto, siç e tha Ganja, nuk kanë çka bëjnë që gjithmonë, sepse ato kanë një afat caktuar kohor, e përfundojnë punën e tyre, çka mund të bëjnë mirë. Po shteti është ai që nëse shtrihet dora e shtetit mbi këto raste, ajo nuk do të më përfundu. Jo me ka projekt që përfundon, po me ka diçka që vazhdimisht, fillimisht do të prindrit nuk do të me avalidu ato mendime të mirë që banë në shtëpi. Sepse masynë e prindërve, masynë e fëmijëve ka prindë që thonë s'po don me ardh, s'po don me zor sonë bi, kur është puna me punu i qesin me zor. A kur është puna në shkollë, të më nuk i sjellin. Pra, ka prindë që fëmija mungoj ke me javë, me muj, shumë, ndërsa kur e shifni, sidomos në kohët e ftohta, këta fëmijë ishin duke kërku lëmosh në rrugëve, që do të thotë prindje ka zgjedhur një mënyrë që është me përfitu prej fëmijëve të vet, edhe thjesht që ka sjell të ardhna edhe e ka lënë kështu. Pra,
Jo vetëm fëmijët, sepse fëmijët na ka të shkojnë ai lusi, mund tash po direkt vetë kum shkuj kena lusi, sepse kena obligim na si shkollë. Po nëse shteti nuk merret personalisht edhe me prindrit, ti ka të merresh vetëm me fëmijën. Ka ti na mundu mja bot të dashur ambientin shkollor, mi thonë që kemi organizime ose kemi shëtitje ose tashti është këndi lojrave, adin, ai ka ardhur edhe 2, po më nuk ka ardhur. Po me këto familje duhet më marrë shteti. Jo vetëm me fëmijët, sepse nuk ki çka i bën. Definitivisht ki çka i bën. As organizata s'ka çka i bën. E kanë një kohë caktuar, e shkojnë marrin pyetje, mund të bëj diçka dhe u kry. Kaç kanë. Shteti është ai që nuk duhet me hiq dorë. Fillimisht me komplet familjen. Nëse janë familje që kanë probleme familjare ose që rregullime që ka të qoftë mi trajtu, mi referu ku do të mi quë dhe thjesht u merr me ta. Jo vetëm në takim, u bën se s'u bën me shkruar raporte që sa ka statistika ato nuk më kanë vënë kur gjë. Fundja nuk vjen pas një statistikë kur ti nuk u bën kur gjë që ta fëmijë me ndjek shkollën. E na ashtu zakonisht bëhet. Kemi statistika këtu janë kaq fëmijë s'po vijnë, kjo është arsyeja dhe kryta punën ta më kry. Jo, puna kryet kur ti arrin ato që pëdon. E çaj që dojnë ana është mos e pas fëmijë që rrin në shtëpi, që s'do më ndjek shkollën. Sepse fëmijët edhe njerëzit në përgjithësi e marrin shkollimin që në det kom e ka një proces i shkollimit kur në det ti kemi punsu, kemi pas të ardhna sepse jeta çështo mendohet. Nëse fëmijët kanë arrit me shku të parja para se me shku të shkolla, që e shohin që nuk kam nevojë. Mu personalisht më kanë thonë fëmijët s'kam nevojë në shkolla, s'kam nevojë më shkollu, unë kam bëj youtuber. Imagjino, kam bëj youtuber, ashtu fitojnë. Edhe pse marrën shkollë. Nëse ndalemi të kjo çështje atëherë fatkeqësisht secili shumica prej fëmijëve e kanë këtë ëndër për me mri letë të parja dhe me u përshëndet me shkollën, sepse e shohin prindin që pavarësisht arritjeve që i ka pas në aspektin akademik, e shet që dikush me një zanat ja ka te i kalu me të hyra, atëherë normal që qysh kanë me pas vullnet për shembull me u bë nesër mësimdhënës ose diçka ku një frizere e nxjerr me 20 minuta punë pagën e mësimdhënësit që e gryn trunin për një muj ditë me 30 fëmijë në klasë. Kjo është çështje shumë e thellë. Kjo është sikur me ju thon fëmijëve mos u shkolloni se nuk keni nevojë. Si ai rasti që tregohet që një nxënës cilin ja kanë përsërit vitin diku në Gjilan, kthehet mas një kohë dhe të njëjtit profesor ja bën dhuratë një Golf 00, thotë që nuk më ke marrë në qafë për me mlan me kry fakultetin. Kjo është realiteti jonë, fatkeqësisht. Po çështja e braktisjes veçmas e kësaj drejte elementare që të paktën shkollimin fillor ta kryejnë fëmijët, kjo është shumë e ndihshme. Me pas sot fëmijët të cilët kërkojnë lëmosh edhe nuk janë bankat e shkollës, është dashur seriozisht me u marr shteti me këtë pikë. Me shqiptu dënime për prindrit, sepse përmendi Valentina që kemi prind të cilët ju konvenon kushtimisht po them me gjenderu të hyra prej fëmijëve, edhe nuk e çajnë kokën për atë punë, po prindi mundet me qenë i çfarëdo niveli, sepse nuk është patjetër me qenë as i shkollum, as i ditur. Ama njerëzit që punojnë në institucione dhe që kanë përgjegjësi, ata duhet me kalu në për të procese për me meritu një vend punës. Sidomos sot që nuk po është shumë lehtë me pas një vend punës. Cila mendon që kish mujt me qenë zgjedhja besë e këtyre problematikave? Më qenë se institucionet e cilat thirrën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, mendoj dhe vlerësoj duhet krijojnë politika të mirëfillta, të cilat kishin me qenë në të mirë të gjithë qytetarëve, pa dallime, feje, gjini, kombi. Kështu që përderisa na nuk kemi politika të cilat kanë me qenë të zbatueshme, se na mundëm edhe me ulë me shkrujt, ka më bëj kjo, ka më bëj kjo, ka më bëj kjo, por përderisa ato politika, ato projekta, ato ide nuk zbatohen prej njerëzve të cilët janë kompetent, prej njerëzve të cilët thirrën për zbatimin e tyre, atëherë na kemi pas probleme të vazhdueshme sa i përket si zbatimit të drejtave të fëmijëve, ashtu edhe problemeve të tjera. Më la përshtypje një thënie kolegës që tha familjet janë ato të cilat edhe pajtohen me faktin kur fëmijët s'po don me shku shkollë, s'po don me shku shkollë. Tash përveç fëmijës që për braktis shkollën, problemi tjetër është që shteti shumë duhet me afru përkraje dhe mbështetje familjeve. Familja është agjencë e parë e socializimit.
familja është agjencë e parë e socializimit, familje duhet përkrahen, prind duhet përkrahen maksimalisht nga shteti, si financiarisht, si përmes këshillave që fëmijët t'i gëzojnë të gjitha të drejta, duke fillu prej asaj elementare që është të kenë shëndet të mirë dhe të jenë të arsimohen mirë. Është e rëndësishme që secila shkollë me pas edhe stafin pedagogjik, edhe stafin psikologjik, që nëse një fëmijë po mungon, me pas mundësinë e psikologja ose psikologu që është jo vetëm fëmin, po dhe nanën me athirë, dhe babën me athirë, me majt një orë që ato ligjërata, me majt diskutim, me bën këshilla, me tregu për rëndësinë e shkollimit, me tregu për rëndësinë e të ardhmës fëmijës, sepse realisht qëta fëmijë pa shkollim s'ka kur fare të ardhme, sepse na nuk mujna që në të ardhme një pas këtë fëmijët për shembull ndërtus, ose na kena qysh mbesim andej e ardhmja këtij vendi me ka pa mësimdhënësa, ose pa mjek, që do thotë shkollimi është shumë i rëndësishëm, pa shkollim na kur fare të ardhme nuk kena. E përsa është e rëndësishme që fëmijëve, sepse me të vërtet, sot është shqetësuese sa pak fëmijë kena që intereson atë shumë mësimi. Krejt janë hajt vetëm një periudhë. Pa përmendën diçka tjetër. Kur jemi të motivimi për çështjet e shkollimit. Dje pita një kafe me një stomatologe. Ka qenë studente e shkëlqyshme në Universitetin Publik të Prishtinës. Edhe mendoj që me konkuru në një konkurs për punësim, që 10 vjetë të provoj me u punësu, edhe nuk po më rri. Tash imagjinoni çfarë vullneti kanë fëmijët e saj për me u shkollu. Veç imagjinoje, çfarë vullneti mundet me u pas për me përfundu një fakultet të caktuar. Kjo çështje është çështje thellë, çështje problematike thellë në vendin tonë, sa në konflikt që pasojat e saj kanë me qenë katastrofale. E që njerëzit që janë përgjegjës, hiç nuk janë të menu për këtë çështje. Prej hapjes së shkollave private, universiteteve private të panumërta, që kanë rrit prodhimin tepër shumë, që më kujtohet Jakub Asipi, hoxha, Allah e mëshirov, ke para 20 vjetë e ka thonë këtë fjalë. Në Egjipt, nëse s'gaboj, për Egjiptin ka thonë, taksisti me doktoratur të vozit. Të kënë kuptimin metaforik. Kështu që dhe na kemi marrë në qatë gjendje. E tash, a është qaj taksisti që e meriton me qenë profesor i universitetit? A është ai tjetri që ka pas dikon aty bës? Kjo është ajo që i prodhon mandej problemet shoqërore që veç vinë edhe thellohen. Çështja e punës tek të drejtat e fëmijëve. Një problematik që peshon dita ditës prej terenit, prej nanave me të cilat po pi kafe, është çështja e adoleshentëve që dojnë me punu me domosdoshmëri kamarier mas orarit të mësimit. A mendoni që është një problematik? As 2 javë nuk i ka që një djalë i ri ma servoj kafen që gjendshëm, që zoti nuk po thonë për mos me punu se na herë edhe ja vlen me i zhvillu aftësitë e veta, po megjithatë unë konsideroj që kjo dëshira për marrë të parja shpejt e fëmijëve ka më na penalizu. Është një fenomen që ka përhapje jashtëzakonisht shumë të madhe, sidomos ta të rinj, ta fëmijë të cilët janë në moshën 18 vjeçare, i vrejmë shumë të kyçur nëpër vendet, nëpër kafeteri, sidomos të pushimeve të verës, por nuk janë vetëm pushimet e verës ato që ata fillojnë me punu punë ashtu, janë edhe jashtë orarit të mësimit. Kjo ka më ndikuar shumë negativisht te fëmia për shkak se fëmijët për shembull një nxënës i shkollës mesme përderisa kyçet me punu, atëherë ku po jetë orari i përgatitjes për mësim, që ai ka mu përgjigj për shembull të nesërmen në orët e mësimit, lantë të cilat i ka zhvillu, temat të cilat i ka mësu, ku po jetë koha për angazhim në mësim edhe punat të cilën ai e bën jashtë orarit. Ai fëmijë ka më qenë shumë i ngarkun, ka më qenë shumë i lodhur, edhe ardhmja e tij ka më qenë shumë e rrezikune, kështu që shpresoj edhe besoj se institucionet tona duhet krijojnë strategji dhe duhet krijojnë kushte që të përkrahet sa më shumë kjo kategori e shoqërisë dhe mos lehen fëmijët në ato organizu bizneset, mos me leju me shumë e vërtet, duhet të kenë kontrolla, ju të mbahen të zëjzen, se shumicën e rasteve këta marrin edhe nuk deklarohen se janë duke punuar, edhe të vëdësojnë prindrit për pasojat, të vëdësojnë të zbatohen politikat, të zbatohen të japen informacione që edhe prindët duhet ta kenë parasysh se fëmijët kanë më mbetur shumë brapa nëse ai kyçet në punë. Me qenë se na jetojmë një pjesë, te na nuk ka klasë të mesme. Ja kemi koni pasur, ja kemi koni varfër.
Për deri sa të na ekziston shumë pak shtresa mesme, atëherë patjetër si kena këto probleme, po duhet marrur masa për trajtimin e këtyre çështjeve në për cilat na po kalojnë. Çështja është që ka prind dhe ka familje që qëndrojnë super mirë në aspektin material, edhe fëmija veç dëshiron me punu. Është në rregull, edhe pse ma me qef e kisha marrë një lajm që një fëmijë, një adoleshent po ka vullnet me punu, sesa një adoleshent që ton kohën rënë të lup PlayStation, që kjo është zakonisht ndodh shumë. Kështu që nëse dikush ka vullnet punës, pse jo? Sepse mos harro dhe anën tjetër që fëmijët që kanë shumë, shpenzojnë ekstrem shumë. Nuk ja din as vlerën paras, nuk ja din as mundin e prindërve. Bile është mirë ndonjëherë me jap mundësi me punu, me fitu me dirës ato para, edhe me pa që duhet me pas me ditë edhe me kursye dhe me i rujt. Jo me punu me orar gjatë, sidomos ata që janë në shkollë, shteti e ka shumë qartë që nën moshën deri në mbi 16 vjet nuk i drejt me punu. Në konkret ato fondhënës që ofrojnë mundësi punësimi një fëmijë nën 16 vjet, ato duhet më penalizu. Na po flasim edhe mbi 16 vjet. Nuk ish dashur shteti në një fazë më kritike të jetës me i lanë tregun e lirë. Sot është sfidë me qenë kamarjerë. Po, me kanë për shembull 2 orë nditje. Ç'keni ku kanë keq, ama një orë gjatë, sigurisht. Sepse kontakti me njerëzit të ndryshëm, deri te dilerat e drogës është shumë i madh. Pse mos me hartu politika, të cilat i punësojnë gjatë verës fëmijët adoleshentë mbi 16 vjet. Sezonale. Çashtu që bojnë me studentat që na i merr Gjermania, studentat e tonë na i merr për me punu, ato kanë më pjellore në Evropë ka Kosova. Pse me i lanë këta trimën a shku? Shumë vend. Para më çfarë edukimi ju kishton, plus me prioritet mandej ish bë dhe studimi i fakultetit të bujqësisë. Diçka për cilën kemi shumë nevojë, e që paragjykohen tepër shumë. Me hartu politikat të cilët të rritë edhe i shtin me qenë produktiv, po në anën tjetër edhe i ruajnë. I përgatitin edhe në aspektin akademik. Tash imagjinoj edhe 10-23 me punu në një lulishte. Është edhe shumë kreative, është edhe shumë e dobishme, ndikon mirë në aspektin mendor të tyre. A kemi nevojë, po kemi shumë nevojë, edhe ata ndihen mirë, edhe i ruajmë njerëzit e rinj. E i ruajmë gjeneratat e reja. Jo me pas qef, me qenë në motor për me i bardë porosit ushqimore të dikujt. Sepse nesër kanë me urrit pa vizion. Nuk kanë me pas qëllim caktum. Kështu që me shpesu shumë që ka me u ba diçka në këtë drejtim. Aja qëllova bes? Jo që ke qëllu për ke godit, sepse është një shembull shumë i mirë që uroj që të shkojnë në vesh atyne që hartojnë politika, sidomos për këto fakultetet e bujqësisë shumë mirë për meni ganja. Ato mundet të pas mundësi për këta tri që me provu edhe punën, me ba edhe përvoj, praktik, edhe pse mos më dash këtë vend. Kur të punoj këtë vend, kemi dash, ndryshe këtë e këshyrin mërgimin. Për ndryshe kemi edhe, do më thonë, të çështjes drugtarisë. Kemi edhe kushet të ndryshme, do më thonë, ka fushat të ndryshme ku kishin mujt deri te gastronomia. Po mendoj në vende ku shteti i adreson. Jo me i lanë treg të lirë, me abuzu kushdo që shtetekët me fëmijët moshës 16 vjeçare, sepse ata janë pikërisht në atë fazën e kapjes së timonit jetës. Që aty ata orientohen çka po dojnë me pas për jetës vetë. Që është gjyna me pas, besoni që kemi tri në Kosovë, që i trashëgon 8 hektar tokë prej babgjyshit, edhe qohet shkon Zvicër me punu kamarjer. Kjo është për mja nis me kajtë. A 2 euro është 1 kilogram domate. Do me thonë, ative që vynë mja dhe senzor të mendimit ati trio, ve që vynë dikush me enzit për me bo diçka të mirë. Po qka ka zgjet një rrugë pëse se nuk din as me mendu, janë të mjegullum, po fatkeqësisht në vendin tonë nuk ka as këshilltar të karrierës. Po mendoj për nxënësa, që ishtë dash me pas. Në shkollat fillore e marrin sikur lanë zgjedhore, këshillim karrierë, ndoshta një mësim dhënës që është ku e diuni teknologjisë ose që do thotë ka qenë shumë e rëndësishme që me kanë një person shumë adekuat që i këshillon për shembull klasë të nënta që janë të përfunduar në nivel shkollës, me këshillu për orientim në karrierë, me i pa kapacitetet e këtij fëmiu, çka don, çka mund, ku mund të gjetë veten. Mandej edhe në shkollat e mesme, po sidomos klasë të nënta, zakonisht çito mohat këto që to lanë
zgjedhore, do të me qenë një person adekuat, që i flet të në fëmijëve për të ardhmen, ku e gjanë veten, çfarë kapacitete shko, që do të me shfrytzu kapacitetet e veta që i ka, qoftë njerëzore, qoftë sidoqoftë, që fatkeqësisht këto lande marrin ty farë personi, jo në atë kuptimin e keq, që nuk ka normë, kushdo që s'ka normë, hajde me plotësojnë normën ose orë. Të çështja më e rëndësishme. Edhe shumë rol herë, kjo ka në fare efekti. Ose zero efekt ka. Që ke pozita këshilltar në karrierë sa i përket në shkollat e mesme, Mesadioni është bërë dhe në shkolla fillore? Po për mësimdhënës, i këshillojnë mësimdhënës, aty ju fëmijët. Po tash është Mesadioni është procedurë që po hapen konkurset, po merret personi për këtë çështje. Po çam ka brëngus fakti se shumicën e rasteve kam dëgjuar se veç e tha kolegja që jo njerëz të cilët nuk janë adekuat, të cilët duhet jenë në këtë pozitë dhe të cilët kishin me pas kompetenca për me trajtu nxënësat të cilët duhet më këshillu sa i përket orientimit në karrierë. Nëse dikush e merr këtë përgjegjësi, edhe nuk është në gjendje fëmijët me i bë me u ndjen çat formë, që kur del prej klasës me imagjinu veten qoftë me stetoskop, qoftë me një kompani të madhe të prodhimit qumshtit e djathit, atëherë kur gjë s'ka bë. Ai nuk ka mojtur mësimore. Do më thonë, për që të lëndë, përveç që ish dasht me qenë profesionist, dikush i shkencave sociale, ish dasht pak me qenë edhe artist. E nëse nuk është artist, ish dasht me mojt një trajnim për me bo pak artist. Që fëmijëve mi avë bo interesant, që në momentin kur shet diçka, mi u dhe senzor të mendimit, mi shti fëmijët me mendu me kreativitet, kena fëmijë bre që të knaqet shpirti veç mi pa. Veç ka nevoj me i dëgju. E që fatkeqësisht nuk kanë durim një pjesë bukur e madhe dhe mësimdhënësave besa as e prindve, as me i dëgju. Është një prej faktorëve kryesorë. Edhe si prind është me qenë shumë i durueshëm, edhe si mësimdhënës, e durimi kur po mungon, tani këto vinë zgjidhje të jashtë. Çika faleminderit shumë. Erdhëm në fund, edhe pse ka fundi nisi me u bë pak më interesant, po megjithatë që kjo është koha që i kena në dispozicion. Nëse ju ka mbetur diçka zhig pa e thonë, atëherë nxjerrni. Na falem për një qeshorin, edhe thamë që një qeshori është e krejt fëmijëve, e nuk gjithmonë ndryshimi fillon prej vetes, jo prej të tjerëve. Pra ndryshimi nuk fillon nga nalt poshtë, por nga poshtë lart, e mos presim që njerëzit me bë mrekullina. Shumë mirë tha që politikat po kryejnë jo stabilitet, e mos presim stabilitetin me sjellë politikant. Hajde na sikur njerëz mundohem që këtë një qeshor me reflektu edhe na. Edhe na sikur njerëz, me reflektu tamam për secilin fëmijë. Nëse fëmia jonë është mirë, mos ndihemi komod vetëm me fëmin tonë. Le të shohim edhe ku ishin, edhe ato të lagjes tjetër, edhe dikë më lart. Këndo që shohim në një gjendje jo të mirë, një fëmijë që po punon, një fëmijë që apo abuzohet, mos ta kthejmë kryt se s'është puna jam. Kur ti bën mirë për fëmijën e tjetrit, komo bën mirë për fëmin tan. Kontribo në të mirën e këtij fëmijëve. Kaq. Shpresoj edhe besoj se si shoqëri në të ardhmen do të vëdësohem shumë ma shumë sa i përket këtyre çështjeve, këtyre problemeve. Nuk isha dashur edhe nuk duhet jetë ti personalizojmë çështjet politike, mungesa stabilitetit politik na ka dëmtuar shumë. Nuk ka rëndësi, nuk duhet ketë rëndësi politika, po duhet të vëdësohemi dhe duhet të ulemi të qesim problemin tavolinë dhe të trajtojmë seriozisht nga njerëz kompetent. Është gjëna ka vite pas luftës me pas fëmijë. Jam për atë pjesën e kategorisë shoqërisë, për ata fëmijët që janë të moshave të ndryshme që unë kam taku gjatë përvojës time në terren, që kanë mbetur pa u arsimu, që kanë mbetur pa njohuri të tyre elementare, që të ardhmen mos të kemë këto probleme, por të kemë arsimim pa dallim, të kemë siguri pa dallim, të kemë zhvillim pa dallim në të gjitha sektorët e jetës sociale. Faleminderit, të dashur shikues, ju falenderoj të gjithëve që keni ndakohen me qenë bashkë me neve. Fundja datat mbeten vetëm data. Neve na takon të merremi seriozisht me fëmijët tanë. T'ju japim të drejta aq sa konsiderojmë që kanë me qenë të dobishme për ta, e të mos e të i kalojmë me ato të drejta duke ja plotësuar çdo dëshirë, sepse në momentin kur nuk i plotësohet një dëshirë, veç mas në adoleshent, atëherë ata fëmijë kanë shumë tendencë që të revoltohen, të bëjnë presion edhe për pasojë edhe të bëjnë gabime të mëdha. Në anën tjetër,
Mu kujtu një rast me cilin edhe po du me mbyll, nana po e bën gati fëmin për me nxjerr për një qeshor me ja plotsu gjitha dëshirat e mundshme. Ndërkohë fëmiu po zvarritet pak derisa po bëhet gati dhe në fund nana po nervozohet, po o parazit, ma shpejt se u bavon. Ma mirë është hiç mos me nxjerr nashta me shetit për një qeshor se sa me qujt fëmin parazit. Kështu që ka disa gabime trashanike që na si prim ndihmë i bë e me i kushtu më shumë aspektit material edhe shetitjes. Të jemi të kujdesshëm, t'ju ofrojmë fëmijëve tonë dashuri para se mi ofru të drejta. Mirëmbëjtje.